Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra kundër të tjera sot do të ndiqni. Muzeu etnografik në qytetin e Gurtë është pasuruar me kostume popullor të punuara me mjeshtëri nga artizanët lokal, janë në veshjet e 6 zonave etnografike të krajinës së Gjirokastrës, secila me certifikim dhe shoqëruar edhe me një historik dhe në gjuhën angleze për të dhënë mundësi vizitorëve të marrin gjithë informacionin e nevojshëm. Aleksandra Thoma, 69 vjeçe nga fshati Andon Poçi, fitoi betejën me kancerin e gjirit pas 2 vite e gjysmë trajtimesh të lodhshme. Sot e shëruar, ajo u bën thirrje grave të kryen kontrolle të rregullta, duke treguar se besimi, durimi dhe mbështetja e familjes mund të ndihmojnë çdo grua të përballet me sfidat më të vështira. Roli i edukimit financiar në fuqizimin ekonomik dhe zhvillimin e qëndrueshëm të komuniteteve është në qendër të një projekti që po zhvillohet nga pedagogë të Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Gjirokastrës. Sot ish pedagogja e këtij universiteti, Doriana Nano, prezantoi rezultatet e studimit të fokusuar te studentët, të cilat flasin për një nivel të pamjaftueshëm të njohurive në këtë aspekt. Në fshatin Unusant të Delvinës, agroturizmi po shërben si një mundësi për zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit. Banorët që jetojnë kryesisht nga bujqësia dhe blegtoria po ofrojnë mikpritje dhe produkte vendase duke ruajtur traditat e tyre dhe duke sjellë vizitorë nga brenda dhe jashtë vendit. Për këto dhe të tjera informacione na ndiqni në vijim. Ju njohim tani më gjerësisht. Inteligjenca artificiale pritet të përdoret për herë të parë si test në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie më 9 nëntor. Krye komisioneri Ilirian Celibashi bëri të ditur se KQZ po punon për aplikimin e saj në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit, si edhe në nxjerrjen e rezultateve. Ai sqaroi se përdorimi i inteligjencës artificiale do të shërbejë vetëm në fazë prove dhe nuk do të zvendësojë procesin manual të numërimit. Prekosh Bashkimi Evropian është përfshirë në një proces zhvillimi digital në shumë fusha dhe nivele të ndryshme. E tashmë shumë vende të Ballkanit perëndimor po i përdorin, në një kohë kur Shqipëria ka përdorur identifikimin biometrik në qendrat e votimit që prej vitit 2021 dhe ku votimi elektronik është aplikuar. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi bën me dije përdorimin e inteligjencës artificiale në zgjedhjet e pjesshme më 9 nëntor. Stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po punon për të aplikuar për herë të parë përdorimin e inteligjencës artificiale në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit dhe në nxjerrjen e rezultateve. Ky projekt do të shërbejë si test dhe për momentin nuk do të zvendësoj procedurën manuale të numërimit dhe të vlerësimit të votave. Ndërsa Bashkimi Evropian vijon me zhvillimin digital në fusha dhe nivele të ndryshme, ambasadori i BE-s në vendin ton Silvio Gonzato, ndërsa shpreh mbështetjen për këtë proces, vuri theksin në fuqizimin e transparencës në zgjedhje. Reforma zgjedhore dhe digjitale janë pjesë e angazhimeve që ka marrë Shqipëria për të bërë shtet antar, pjesë e grup kapitullit 1, çështjeve themelore dhe kontribuojnë drejt për drejt tek udhërfyesi për funksionimin e institucioneve demokratike që theksojnë rëndësinë e zgjedhjeve, transparencën e qeverisjes, llogaridhënien dhe pjesëmarrjen e qytetarëve, pra themelet e Bashkimit Evropian. Procesi i digitalizimit në vendin tonë i mbështetur nga financimet e donatorëve ndërkombëtar si Bashkimi Evropian, OSBE, KIE, Zvicra apo Gjermania, jo vetëm që ka rritur efikasitetin në administrimin e proceseve zgjedhore, por ka konsoliduar dhe reputacionin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si një institucion transparent, profesional dhe i pavarur. Muzeu etnografik në qytetin e Gurtë është pasuruar me kostume popullor të punuara me mjeshtëri nga artizanët lokal. Janë në veshje të 6 zonave etnografike të krajinës së Gjirokastrës, secila me certifikim dhe shoqëruar dhe me një historik, edhe në gjuhën angleze, për të dhënë mundësi vizitorëve të marrin gjithë informacionin e mundshëm. Me synim rritjen e standardeve të muzeumeve të Gjirokastrës në shërbim të vizitorëve dhe turistëve, punohet për pasurimin e fondit të tyre me relike të ndryshme. Së fundi, pjesë e muzeut etnografik janë bërveshje popullore të krajinës së Gjirokastrës, të cilat risjellin dhe rijetësojnë vlerat e traditës sonë kombëtare. Kostumet karakteristike janë punuar plot mjeshtëri, elegancë dhe fines nga artizanët lokal, duke qenë tërheqëse për vizitorët. Është një projekt i financuar nga Ministria e Turizmit dhe Kulturës me kërkesën tonë
për të pasuruar muzeun etnografik të qytetit tonë. Duke parë që kishte mangësira edhe kostumet ishin jo të plota, mendova që të sillja 6 kostume të rindërtuara enkas për muzeun të 6 zonave të ndryshme etnografike të qytetit të Gjirokastrës. Është një bashkëfinancim i bashkisë edhe Ministrisë së Turizmit edhe i finalizuar dhe i punuar nga ateljeja jonë. Në këtë projekt, gjitha këto kostume që janë të paraqitura, janë me të gjithë pjesët përbërëse që përmban një kostum, i të gjithë zonës, me certifikim për secilin nga kostumet dhe me një historik dhe një datë ku janë gjendur dhe ku kanë qenë veshur dhe mbajtur këto kostume, të shkruara dhe të përkthyera dhe në anglisht, që turistët që të vinë të kenë mundësi ta lexojnë të gjithë informacionin dhe të kuptojnë se çfarë kostumi është dhe cilës krahine ai i përket. Shumë faleminderit për të kontribut të rëndësishëm edhe Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, që ka mundësuar. Edhe kjo hapësirë që në fakt ishte pak bosh, se nëse përfundojmë me ndërhyrje në infrastrukturë, duhet që muzealizimi në fakt është mbushja. Mbushja, duhet vazhdojmë të mbështesim, përveç fondeve që jep Ministria, pa tjetër edhe ne si bashki dhe në buxhetin e vitit pasardhës, ne do të vendosim një buxhet për të vazhduar, se sot kemi 6 kostume, po ka nevojë se zonave të tjera ku ka mbetur pak hatri. E kemi Gjirokastrën, kemi Shtëpëzin, ashtu si kundër edhe Libovën, por duhet vazhdojmë edhe me zonat e tjera. Pasurimi dhe rjetësimi i vazhdueshëm i muzeve në qytetin e Gur të rrit interesimin e vizitorëve dhe veçanërisht të huajve për vlerat e historisë dhe traditës. I shtuar dhe Guri çmuar sot me këto veshje që përfaqësojnë zonat. Unë shpresoj që dhe në vijimësi të vijojmë me përfaqësimin e gjitha zonave të Gjirokastrës me këto veshje apo dhe me gjëra tjera të cilat do t'i shikojmë pasapi dhe padyshim besoj se do të kemi dhe mbështetjen e kryetarit të bashkisë në këtë drejtim. Në Gjirokastër funksionojnë disa muzeume si Muzeu Etnografik, Muzeu i Armëve, Shtëpia Kadare e të tjerë, të cilët tashmë janë shndërruar në pika të rëndësishëm për nxitjen dhe zhvillimin e turizmit. Aleksandra Thoma, 69 vjeçe nga fshati Andon Poçi, fitoi betejën me kancerin e gjirit pas 2 vite e gjysmë trajtime shëllodhshme. Sot e shëruar, ajo u bën thirrje grave të kryejnë kontrolle të rregullta, duke treguar se besimi, durimi dhe mbështetja e familjes mund të ndihmojnë çdo grua të përballet me sfidat më të vështira. Në fshatin Andon Poçi të njësisë administrative Odrije jeton 69 vjeçarja Aleksandra Thoma. Historia e saj është shembull i forcës dhe kurajos së një gruaje që ka mposhtur një prej sëmundjeve më të vështira, kancerin e gjirit. Ishte viti 2012 kur Aleksandra mësoi se vuante nga kanceri i gjirit. Lajmi erdhi papritur dhe e tronditi, por aso kohë ajo vendosi të përballej me sëmundjen me guxim dhe me besim në Zot. Vajta bëra një eko. Ai doktori më tha që dyshoj për kancer. Më rekomandoi, vajta bëra mamografi, disa njëra pas tjetrës, derisa u siguruan që ishte kancer. Pas përfundimit të trajtimit, Aleksandra ndërpreu kurimin dhe gradualisht shëndeti i saj u përmirësua. Sot ajo është e shëruar dhe kryen çdo vit kontrolle të rregullta mjekësore. Tregon se ndjehet mirë, por thekson se kujdesi pas shërimit është po aq i rëndësishëm sa edhe trajtimi. Kontrollet tani 2 vjet kam që i bëj në një vit. Se çdo 6 muaj, 2 vitet e para çdo 3 muaj më rekomandonin doktorët, janin çdo 3 muaj. Pastaj çdo 6 muaj, tani kam 2-3 vjet, i bëjnë një vit. Aleksandra u bën thirrje grave të mos neglizhojnë kontrollet, pasi zbulimi i hershëm shpëton jetë. Edhe vajzave dhe grave ju them të mos e nënvlerësojnë veten, të bëjnë analiza. Ajo është shembull i forcës dhe guximit të grave shqiptare që pavarësisht vështirësive zgjedhin të luftojnë dhe të mos dorëzohen. Në fund të ditarit informativ do të ndiqni të plotë rrëfimin dhe mesazhin që zonja Thoma dha për RTS Gjirokastra. Vijojmë me të tjera informacione. Në kuadër të kujdesit për shëndetin publik dhe mbrojtjen e shtresave më të rrezikuara në bashkinë e Tepelenës ka nisur vaksinimi kundër gripit sezonal. Fushata po zhvillohet në të gjitha qendrat shëndetësore të territorit me synim
parandalimin e komplikacioneve gjatë dimrit. Deri tani janë aplikuar rreth 1.800 vaksina nga 3.000 doza të shpërndara. Në Bashkinë Tepelen ka nisur procesi i vaksinimit kundër gripit, me qëllim parandalimin e rasteve të rënda gjatë muajve të ftohtë. Sipas të dhënave nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor, prej 3.000 dozave të shpërndara, deri tani janë kryer rreth 1.800 vaksinime. Vaksina kundër gripit në rrethin e Tepelenës ka ardhur që në mes të shtatorit dhe vazhdon procesi i vaksinimit të grup moshave të rritura, më tepër të sëmurëve kronik dhe të gjithë grup moshat e tjera. Deri më sot janë bërë gati 1.800 vaksina të gripit, nga 3.000 vaksina që kanë ardhur. Ka ardhur vaksina në kohën e dur dhe të gjithë janë të predispozuar që ta bëjnë vaksinën e gripit dhe po vazhdon procesi i tyre në të gjitha qendrat shëndetësore të rrethit Tepelenës. Nga instancat përkatëse apelohet që qytetarët, veçanërisht të moshuarit, personat me smundje kronike dhe punonjësit e shërbimeve jetike, të kryejnë vaksinën për të shmangur komplikacionet që mund të sjellë gripi sezonal. Pavarësisht se përqindja e vaksinimit të gripit është duke u rritur, ne u bëjmë apel të gjithë të sëmurëve, po dhe të gjithë pacientëve, të gjithë njerëzve që të vaksinën e gripit ta bëjnë, sepse është në të mirën e tyre për ta bërë këtë vaksinë, falas është nga shteti dhe duhet ta bëjnë. Për të parandaluar gripin nëse do t'i kapin në sezonin e gripit në nëntor, dhjetor dhe janar, që gjithmonë është sezoni më i vështirë i gripit. Procesi i vaksinimit pritet të vijojë edhe në ditët në vijim derisa të përfundojë shpërndarja e plotë e dozave në të gjitha qendrat shëndetësore të territorit të Bashkisë Tepelen. Roli i edukimit financiar në fuqizimin ekonomik dhe zhvillimin e qëndrueshëm të komuniteteve është në qendër të një projekti që po zhvillohet nga pedagogët të Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Gjirokastrës. Sot ish pedagogja e këtij universiteti, Doriana Nano, prezantoi rezultatet e studimit të fokusuar te studentët, të cilat flasin për nivel të pamjaftueshëm të njohurive në këtë aspekt. Studentët shqiptar nuk kanë njohuritë e mjaftueshme për menaxhimin e financave personale, ashtu edhe për njohuritë e tyre në përgjithësi në fushën e financës. Ky është rezultati i një studimi i cili ka përfshirë 600 studentë shqiptar, të cilët janë nështruar një pyetësori me mbi 30 pyetje. Rezultatet janë prezantuar sot në Universitetin e Gjirokastrës nga profesorja Doriana Nano, ish pedagoge në këtë universitet, sot në York University në Toronto të Kanadas. Në studimin tonë, ne kemi gjetur që studentët nuk e ka nivelin e dur të aftësive financiare. Dhe prandaj mendojmë që ky studim është shumë i rëndësishëm që ne të dimë si t'i ndihmojmë studentët që të jenë të aftë për jetë dhe të marrin vendime të zgjuara në jetë. Aktualisht ne po fokusohemi më shumë në rajonin e Jugut dhe veçanërisht Universitetin e Gjirokastrës. Në këtë fazë ne kemi konkluduar ato gjetje tona për rajonin në nivel kombëtar në lidhje me studentët. Ndërtuam një pyetësor shkencor me mbi 30 pyetje, duke testuar njohuritë financiare, sjelljen financiare dhe qëndrimin financiar. Dhe në këtë moment ne do të japim rezultatet që ne kemi gjetur, duke bërë njëkohësisht edhe një krahasim me Kanadan. Pra bazuar në eksperiencën që unë kam aktualisht në Kanada në mësimdhënie, ne duam që të japim një perspektivë të Kanadas se çfarë ne mund të mësojmë, mësime që mund të nxjerrim, edhe pse konteksti mund të jetë i ndryshëm për sa i përket backgroundit të studentëve shqiptar dhe backgroundit të studentëve kanadez. Ne si universitet duhet të ndërmarrim masa në lidhje me përfshirjen e financave personale në veçanërisht në programet e biznesit, por ndoshta edhe si kurs selektiv në programe të tjera. Ky studim ndërmarrë në kuadër të projektit Përmirësimi i literaturës financiare në Shqipërinë e Jugut dhe kryesisht në qarkun e Gjirokastrës, ku pjesë janë bërë edhe disa pedagogë të Fakultetit Ekonomik. Është një projekt i përgatitur nga profesorët asociuara Liriana Zyberi, Antoneta Polo e Nkela Caca dhe në bashkëpunim me Diaspora Scholar, që është docent doktore Doriana Nano në në një nga universitetet e Kanadas. Është një projekt që synon kryesisht përmirësimin e njohurive financiare që kanë target grupe të ndryshme dhe kryesisht studentët, që është pika jonë e parë, bizneset e mëdha e mesme dhe të vogla, fermerët dhe të
punët. Dhe nëpërmjet këtij projekti ne synojmë që të përmirësohen njohuritë që individët kanë në menaxhimin e financave personale, sa të aftë janë ata të menaxhojnë ato dhe të përmirësojnë në fund të fundit jetën e tyre. Ky projekt është ende në proces dhe në përfundim do të prezantohen të gjitha gjetjet në të gjitha kategoritë që janë përfshirë. Në qarkun e Gjirokastrës po vijon vaksinimi bagëtive kundër brucelozës. Deri tani është realizuar mbi 90% e planit, ndërsa shërbimi veterinar ka shtuar kontrollet për parandalimin e sëmundjeve infektive. Vaksinimi siguron mbrojtje afatgjatë të tufave dhe ndihmon në shmangjen e transmetimit të sëmundjes tek njerëzit. Në qarkun e Gjirokastrës po vijon me intensitet vaksinimi bagëtive kundër brucelozës, një nga sëmundjet infektive më të rrezikshme për shëndetin e kafshëve dhe njerëzve. Deri tani është realizuar mbi 90% e vaksinimit të planifikuar në nivel qarku. Ka ngelur dhe 10% se tufat janë tani në kullota vjeshtake. Për blegtorinë e imët bëjmë vaksinën e revit që i mbron bëjmë remontin çdo vit, që i bie rreth 20-25% e tufës, bëhen kafshët pas moshës 3 muajshe deri në 1 vjeç, edhe më mbrapa bëhet. Veli ushton se janë disa veçori të dukshme që ndihmojnë në dallimin nëse një kafshë është e prekur nga bruceloza. Shkakton dështimi, është sëmundje zonozë, është sëmundje që prek nga kafshët prek njerëzit, ndaj dhe që është sëmundje zoonotike. Jemi në shifrat të kufizuara dhe kemi se bëjmë përgjedhje, sidomos përgjedhje një luginës, ne bëjmë provën e tuqit, që quhet shumë në gjuhën shkencë që përdorim ne, dhe duke marrë qumush ku dalin fermat, kontrollojnë fermat, të cilat dyshohen apo kontrollojnë nëse kanë melitenza apo jo, bruceloza apo jo, nëse dalin pozitive, atëherë merret gjak të gjithë numri i krerëve, të gjedhëve, dhe krerët që dalin pozitiv theren dhe subvencionohen me vlerën e plot nga shteti. Sipas specialistëve, vaksinimi krijon një imunitet pothuajse të përhershëm tek bagëtit, duke reduktuar ndjeshëm rrezikun e përhapjes së sëmundjeve në tufa. Ndërkaq, fushata e vaksinimit pritet të përfundojë brenda javëve të ardhshme, ndërsa autoritetet bëjnë thirrje për bashkëpunim nga ana e fermerëve për të siguruar shëndetin e tufave dhe për të parandaluar rrezikun e transmetimit të sëmundjes tek njerëzit. Në fshatin rusan të Delvinës, agroturizmi po shërben si një mundësi për zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit. Banorët që jetojnë kryesisht nga bujqësia dhe blegtoria po ofrojnë mikpritje dhe produkte vendase, duke ruajtur traditat e tyre dhe duke sjellë vizitor nga brenda dhe jashtë vendit. Fshati Rusa në bashkinë e Delvinës është një nga më të hershmit e kësaj zone, i njohur për historinë, kulturën dhe traditat që banorët i ruajnë me fanatizëm brez pas brezi. Blegtoria dhe bujqësia vazhdojnë të jenë bazat kryesore të jetesës për banorët e fshatit. Familjet ruajnë ende mënyrën tradicionale të punimit të tokës dhe prodhimit të ushqimeve bio, duke mbajtur gjallë një mënyrë jetese që ndërthur punën, natyrën dhe përkushtimin ndaj tokës. Banorët të kush ka mbjell në një parcel, edhe punojnë, me ato rojnë. Djalit tim, për shembull, kemi mandarina, edhe i kemi mbjell, u bën hizmet atyre. Kemi ulli, kemi ara, me ato rojnë. Çfarë bëni prodhimin? E shesim. Vjet i shkuan tani, si vjet nuk e di se si do bëhet. Se thonë që i hedh atë ilaç, i hedh këtë ilaç, po ilaçet ne i marrim në magazina. Nuk e kemi fajin e për ilaçet. Si duket prodhimi si vjet? Kanë prodhim, po do t'i bësh për krimin, do t'i bësh ato, ilaçet do t'i ja bësh. Ju jetoni jashtë? Unë jetoj tek djali në Amerikë, në Washington. Kthehem këtu, kur mbledhim ullinë, manderinat. Kam 800 manderina, kam 100 ullinj, jam me ato. Sa kohë keni qeni larguar nga fshati? Unë vete çdo 6 muaj në Amerikë, se më ka bën djali, edhe vete ndihmoj. Pastaj kthehem në Greqi tek vajzat, kam 3 vajza, me nga 2. Keni mirë mbajtur shtëpit këtu në fshat? Po. Këta i kanë ngjerë këtu janë të gjithë në punëtor. Janë me ullinj, janë me bagëti, janë me kopshtet. Kam 1600 ullinj,
edhe plus mekanikën që ka me djalin, që punoj. Sot për shembull përgatitem për muajt e vjetorit që do mbilin, do bëhen të gatshme këto probleme e kësaj. Ndërsa të tjerë pastaj ka që janë me bagëti, ka që ja punojnë me kopshtet. Vitet e fundit Rusani po bëhet gjithnjë më tërheqës për vizitorët që kërkojnë qetësinë dhe autenticitetin e jetës rurale. Agroturizmi po merr zhvillim të qëndrueshëm, ndërsa banorët po e shohin turizmin si një mundësi për të promovuar traditat, mikpritjen dhe bukuritë natyrore të fshatit. Kemi xhamin aty. Xhamin e kemi të mirë, malet i kemi e pëlqejnë. Kanë ardhe ca që rinë për shtëpira. Vinë vizita dhe flën në shtëpira. Rusani ka shumë. Kemi xhamin që është kryesorja. Xhamia është kryesorja. Fshati bukur, që njerëzit këtu kanë punuar shumë, edhe po punojnë akoma. Këtu është e mira e të mirave është që këtu të bet agroturizëm. Këtu është se unë kam punuar 20 vjet në Greqi dhe kam punuar guzhinjere në agroturizëm, atje isha. Dhe di se çfarë vlera ka. E kupton? Dhe këtu Rusani është parajs. Rusani mbetet një shembull i gjallë i mënyrës se si tradita, puna dhe dashuria për vendlindjen mund të bashkëjetojnë me zhvillimin dhe risin, me potencial që ofron në bujqësi, blegtori dhe agroturizëm. Ky fshat po kthehet gradualisht në një destinacion tërheqës për vizitorët që kërkojnë autenticitetin e jetës dhe mikpritjen karakteristike të jugut. Vijoj me një informacion nga Rendi. Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër gjatë një komunikimi zyrtar ka bërë të ditur për një sër veprimesh procedurale gjatë ditëve të fundit. Në Memaliaj, specialistët për hetimin e krimeve ekzekutuan masën e pezullimit të ushtrimit të një detyre a shërbimi publik ndaj një infermieri dhe një mjeku, të dy banues në Tepelen për dyshimin e falsifikimit të dokumenteve shëndetësore. Sipas hetimeve, ata regjistruan në mënyrë fiktive një shtetas të arrestuar më parë. Nëpërmjet një 30 vjeçar u procedua penalisht pasi u kap duke transportuar lëndë drysore të prerë në mënyrë të paligjshme. Mjeti dhe lënda drusore u sekuestruan. Specialistët e policisë rrugore gjithashtu referuan 2 të mitur në prokurori për drejtim të automjeteve pa leje, një 17 vjeçar në Libohov dhe një 14 vjeçar në Këlcyr. Po ashtu në Këlcyr po hetohet një zjarr aksidental që shkaktoi djegje në një magazine në pronësi të shtetasit SH. Të gjitha materialet janë kaluar në prokurorim pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Dhe këtu përfunduam të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim. Në fshatin Andon Poçi të njësisë administrative Odrije jeton 69 vjeçarja Aleksandra Thoma. Historia e saj është shembull i forcës dhe kurajos së një gruaje që ka mposhtur një prej sëmundjeve më të vështira, kancerin e gjirit. Ishte viti 2012 kur Aleksandra mësoi se vuante nga kanceri i gjirit. Lajmi erdhi papritur dhe e tronditi, por aso kohë ajo vendosi të përballej me sëmundjen, me guxim dhe me besim në Zot. Në fillim nuk ndjeja gjë dhe nuk dija se ç'kisha. Duke punuar në punë, u vrava një qik në gjoks, e filloi të më dhimte. Po vazhdoj një 15 ditë, dhimbja. U shqetësova na që kisha dëgjuar. Edhe vajta bëra një eko, ai doktori më tha që dyshoj për kancer. Më rekomandoi, vajta bëra mamografi, disa njëra pas tjetrës, derisa u siguruan që ishte kancer. Çfarë ndjesie patët në atë moment, si e përjetuat lajmin? Në atë moment më ra qielli dhe toka u bën bashk, po me kalimin e kohës u ambientova pastaj. Edhe luftova me veten time në fillim. Nuk u tregova as fëmijëve, as burrit 3 ditë e para. E mbajta për brenda. Pastaj thash vetë të tjerëve. Vam për një ribërje të ekos për të siguruar mirë që është dhe e mora vajzën e madhe me vete. Ajo kur dëgjoi doktorin i ra të fikët, edhe atëre u mor vesh pastaj që
isha me kancer. Si reaguan familjarët tuaj në atë kohë? Si mund të reagonin? Shumë vështirë. Po kaloj. Si ndryshoi jeta juaj pas këtij momenti? Po thuaj se 100%. Se nuk e shkonim kur në mendje që do ta kalonim një kalvar të tillë. U mobilizuan të gjithë pastaj. Do vemi në Tiranë, vajtëm dhe atje i ripërsëritëm analizat. U siguruam që ishte kancer edhe më rekomanduan doktorët operim të shpejt. Për 2 vite e gjysmë ajo u trajtua me kimioterapi dhe rezatime. Ishte një periudhë vështirë, me dhimbje fizike dhe emocionale, por mbështetja e familjes dhe dëshira për të jetuar e ndihmua të mos dorëzohej. Si nisi procesi i trajtimit tuaj dhe ku u kuruat? Sa kohë zgjati? Zgjatja bëri 1 vit të tërë, me kimioterapi edhe me reze. Mbarova në fund të vitit tjetër. Ata më rekomanduan pastaj që po ke mundësi të trajtohesh jashtë. Mirë, po jashtë siguracion nuk kisha. Atje me pagesë. Dhe ajo që një vështirësi tjetër e madhe, se duheshin shumë para. Megjithatë e kaluam. I kam bërë në Janin të tëra kimioterapit edhe rezet. Morëm shtëpi atje në Janin, me gjithë fëmijë, me djalin edhe vajzën e madhe, dhe e vogla punon të këtu në Gjirokastër. Si e përballuat dhe si e përjetuat pjesën e kimioterapisë? Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Për ata që i zë ky hall, u aqaj hallin. Se bëhesha keq. 3 ditë e para nuk doja as të hapja sytë, as të flisja, as të haja, as të pija. Pastaj, javë e parë që e vështirë. Mua më binin dhe shumë ruazat e bardha. Edhe isha e detyruar për të bërë kimioterapin tjetër, do bëja 3 gjelpëra të tjera në krah, që dhe ato ishin të shtrenjtë. Dhe pastaj të veja që të ngreja ruazat e kuqe që të veja të bëja, se s'ma bënte doktori kimioterapin, po i kisha të ulta. E kështu vazhdova 7 seancat të tjera pastaj. Nuk i bëja dot në 21 ditë që duheshin bërë. Me zi e harria që t'i bëja në 28, që duheshin brenda 28 ditë që të bëja. Pastaj bëra 2 muaj pushim dhe vazhdova 4 muaj rezet. Atje prap. Përveç pjesës së familjarëve që na thoni se kishit ndihmën tuaj, po për pjesën e institucioneve shëndetësore gjatë asaj kohe, kishit mbështetje? Jo, asnjë. Asnjë. As për të thënë ndale si vete, doktorët të paktën që ishin familjarë dhe që dinin edhe që bënin, jo të tjerë. Jo. Megjithatë e përballuam. Ajo që një vështirësi, tani na duket si ëndër. Cilat ishin momentet më të vështira që sot kujtoni nga ajo kohë? Vetëm kimioterapin kujtoj herënd. Pastaj të tjerat, edhe nga ana financiare, edhe nga dashuria, edhe nga njerëzit, jo, nuk kujtoj gjëna. Momenti më i vështirë ishte kur më ranë flokët që 13 ditë pas kimioterapisë së parë. Edhe mua më gjetën të papregatitur, se thash do rrallohen, po jo të bien të gjitha komplet. Kurse vajzat kishin porositur para se të më binin flokët një parruke, unë flokët je kanë kaçurele, edhe ata e kishin porositur kaçurele atë parruken, e mbajta një 2 vjetë, pastaj shiqur dolën flokët prapë. Pas përfundimit të trajtimit, Aleksandra ndërpreu kurimin dhe gradualisht shëndeti i saj u përmirësua. Sot ajo është e shëruar dhe kryen çdo vit kontrolle të rregullta mjekësore. Tregon se ndihet mirë, por thekson se kujdesi pas shërimit është po aq i rëndësishëm sa edhe trajtimi. Kontrollet tani 2 vjet kam që i bëj në një vit.
Se çdo 6 muaj, 2 vitet e para, çdo 3 muaj më rekomandonin doktorët, janin çdo 3 muaj. Pastaj çdo 6 muaj, tani kam 2-3 vjet, i bëjnë 1 vit. Jo mirë, kënaqem kur vete i bëj, se kur dalin mirë analizat, çlirohesh, thua që edhe 1 vit jam mirë, do shoh diell me sy. Po fillimisht se trupi ka shumë gjëndra, veja, bëja kontroll, dilte një gjëndër, thoshin doktori, dal ta shikojmë edhe këtë, pse doli kaq, pse është kështu, pse është ashtu. Tani gjëndra plot kam, po janë në gjendje të fjetur. Aleksandra u bën thirrje grave të mos neglizhojnë kontrollet, pasi zbulimi i hershëm shpëton jetë. Ajo ndan mesazhin e saj të thjeshtë, por të fuqishëm. E para duhet të kenë kurajo. Njëherë ishte frikë kanceri, se s'kishin ilaçe që ta shëronin. Kurse tani po patën kurajo, po nuk u demoralizuan vetë ato, çdo gjë kalon, sepse ilaçet janë, ka vështirësi financiare, ka vështirësi edhe morale, po e kalojnë vetëm me guxim. Edhe vajzave dhe grave ju them të mos e nënvleftësojnë veten, të bëjnë analiza, se unë në momentin që vajta na e keqja, sepse më dhimte, po s'kisha bërë asnjëherë, asnjë eko, asnjë vizit ginekologjike, tek asnjë doktor. Kështu që tani vajzat dhe gratë duhet të ndjekin rregullisht për vete të tyre. Historia e Aleksandrës është një dëshmi se forca e njeriut shpesh është më e madhe se çdo diagnozë. Në fshatin e saj të qetë, ajo vijon të jetë me buzëqeshje dhe shpresë, shembull frymëzues për shumë gra që po kalojnë të njëjtën betejë. Jam shumë e lumtur. Nuk kam asnjë problem. Edhe e kënaqur jam, edhe nga fëmijët, e kënaqur jam me zonjave të punoj, edhe të bëj çdo lloj pune. Nuk e ndjej se kam qenë njëherë aq sëmur, sa që me zingrihesha në këmbët e mia. Guximi është mbi të gjitha, vullneti. A keni probleme shëndetësore që vazhdojnë ende nga trajtimi i dikurshëm? E të lë ca pasoja. Të lë se unë jam e fiksuar tani, nuk pi dot lëng portokalli, që janë lëngje të verdha në të kuqe, na ilaçi që bëja, edhe nxirja pastaj pas kemioterapisë, ato s'mi pranon trupi, nuk i shoh, dhe kur i shoh me sy, më bëhet një lloj trupi, më ngjethet, nuk i pi dot. Po megjithatë, vështirësitë kaluan. Në mendjen time e them që unë nuk kam asnjë gjë nga këto të tjera. Po arsye të tjera shëndetësore njeriu ka, se po vete 70 vjeç. Jo më dhëm mesi, jo më dhëm këmba, jo më dhëm duart, këto do kalojnë. Janë të moshës. Rëndësi ka që kanceri, po të doj njeriu e lufton. Çfarë ndihme apo mbështetje do të dëshironit që të kishit tani? Tani nuk më lipset gjë. Tani vetëm dashuri dua. Në anë e tjera, s'kam nevojë. Kur kisha nevojë, s'kisha njeri në krah. Veç 3 fëmijë vetëm mi. Megjithatë, kaloj. Çfarë ju jep forcë sot për të ecur përpara? Forcë më japin dashurinë që kam për të fëmijët e mi, për familjen time, për shtëpinë time, edhe për gjithë ambientin që kemi. Më japin forcë. Unë punoj njësoj si kur të jem 45-50 vjeçe tani. Edhe bëj me dëshirë, pa problem. Me bujqësi rojnë, me bujqësi kemi jetuar, emigracion s'kemi vajtur, edhe ja, në Shqipëri kemi përballuar.
Muaji tetor njihet në mbar vendin si muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Historia e Aleksandrës është një kujtesë e gjallë se zbulimi i hershëm dhe kujdesi i vazhdueshëm mund të shpëtojnë jetë. Ajo është shembull i forcës dhe guximit të grave shqiptare që pavarësisht vështirësive zgjedhin të luftojnë dhe të mos dorëzohen.